Violet, fillimisht falenderoj që ke pranuar më bo pjesë e emisionit Tradita tona dhe një herë falenderoj për një pritje. Emisioni jonë Tradita tona ka të bëjë me shumë sene, me shumë punë, me punime artizanale, me punime të ndryshme, nesën e tyre normal që jene edhe piktura, skulptura, shumë sene tjera. Këtë rast po bisedojmë diçka rreth pikturës, por shkak se është profesioni juaj. Unë zakonisht ja u bëj pyetje çdo herë kush të ka nxitur mua me këtë profesion. Që është pak profesion ndoshta edhe shtret, është i komplikuar, po qysh erë si ide mas po më morë se profesion. Po. Fillim ju falenderoj që keni ardhur, edhe mirë se keni ardhur në ateljen time. Po normal, si gjithë që thojnë prej faminis, edhe normal janë ato që thojnë këto dëshira e fëmijëve për lojnat, për ngjyra, për motive të vogla kështu gjatë fëminis, edhe mu më ka nxit jo për piktur, po në përgjithësi për të bukurën. Çdo gjë kam pas dëshirë, si që janë vajza, çdo gjë që është e bukur më ka pëlqyer. Edhe jo mundu të në konë me bo me punë dore. Deri momentin kur e kom pa veten që jam regjistru në Akademi të Arteve. Edhe fillon Në profesion? Profesioni, po. Faktikisht, ta i ka kaluar në profesion, tash e i profesion. Tash profesion, po. Mësa, e di unë ti ju jeni edhe mësimdhënëse, po. Jeni në shkollën e mesme. Po. Sa po të interesuar rreth këtij profesioni? Se çuar në kohë e di që ka qenë, po flasim në disa shkolla ka qenë ndoshta do i mëson si dallum, por shama si çdo herë del. Po normal, po. Si mirë me këto me pikturë, si me ngjyra po ashtu edhe për shkak të vizatime ndryshme. Sot që shoh gjendja nëse bën krahasimin e kohës juaj, po sotshëm. Po. Nëse bëj krahasimin, domethënë sot kemi shumë më tepër të talentuar. Se sot fëmijët, rinia jonë botën e kanë përpara. Është puna e internetit. Domethënë edhe ka çto rrjete sociale të ofrojnë në krejt botën. Edhe kanë qasje në secilën lëmi, sidomos me art. Do të thotë çkado që ju intereson, mundën mu inspiru, unë e isha dhe prej nxënësave të mi, megjithse unë tash e 36 vjet punoj në shkollë teknike, edhe punoj në drejtim të dizajnit, edhe aty kom me të vërtet nxënës të talentuar. Ata janë talentuar, mirë po mujnë me qenë 20% të talentuar. 80% që është puna. Edhe une jom e thirrur për atë punë edhe bëj me dëshirën më të madhe. Edhe normal që jemi shumë bashkëpunues. Muj me thonë më shumë si shoqe, komunikimi është shumë i afërt, se artistat çto e kanë. Jemi me të vërtet shumë të lidhën mes veti. Po mos t'ju kisha ofruar në atë liri, ata as nuk ishin me pas krijimtari. Do të me pas liri për mi pas krijimtarin në atë punim ku duhen mu fokusu. Ata vynë edhe imagjinat, se unë që shëpëtoj ju e dini ma mi se e në profesionin këtë rast. Po. Por shkakun kur e bën njëri një pikturë ose një vizatim, çfarë do të shohët? Është sani më i bukur, unë mendoj ashtu, sport kur fëmijët ose parashkollor ose kur janë në ciklin e shkollor, por shkakun kur me bën një vizatim, ai krijon një imagjinat prej aty se qysh kish pas ai dëshirë më duke për shkakun një shtëpi, një urë, një mal, një pemë, një çka do të thonë, një lule, një diçka. Po. Pra ato është e bukura e artit. Artit. Po. Sot pe vrejë që e përmenë që dhe rrjetet sociale, po ja mundësojnë shumë, po a ko që prapë do të me pyetjen se dallimi mes gjeneratët ma herët e tash, kur e krijon një pikturë, krijon me imagjinat. Po. Qysh kishe pas ti, pe brendësisë tonë e qep një diçka që nuk u duk ma herët. Po. Sot rrjetet sociale tash po ja mësojnë që është aty është këtë gatshme. Këtë gatshme, po. Ku është e mira ose e keqja kësaj? Po, e mira kësaj
e ditës sodit është se kanë qasje që si thash ma herët në kretë botën, në artista, se cilin artist, në se cilin stil, në se cilin profesion. Na përpara e kemi pas veç librat. Për shembull kemi pas historinë e artit, edhe unë jam frymzu, megjithse nuk ka qenë në gjuhën tonë, ka qenë në gjuhën kroate, po normal, s'ki nevojë, ajo lexohet vetë. Piktura lexohet vetë. Edhe kemi qenë shumë origjinal në atë kohë. Sot ti mundesh mi kopju një pikturë, dytën, tretën, po është mirë mi kriju stilin tonë, si që kemi kriju na. Sot e kanë qasjen në krejt botën, edhe nuk di, disa janë me të vërtet original, disa kopjojnë, po për mu nuk më pengon, do më thonë, ata për veti, shihet originaliteti në pikturë, si që shpishin një pikturat e mija, është, do më thonë, një dorë, edhe është krejt me në formë imaginative, po. Në fakt, jam fokusu në dikon, po pra. Po ka piktorë që kopjojnë sot shumë, aq bukur kopjojnë sa nuk mundesh mi dallu prej originalit, po ata nuk e kanë një stil. Sa janë le momentet të pas parasysh sot që është çmimet e larta, ngjyra e pëllura shumë sa të tjera. Po, si profesion është shumë i shtrajt, me të vërtetë është i shtrajt, po si kënaqësi është e madhe. Është e madhe. Unë shpesh e ceki edhe të nxënës të mi, për mu punu një pikturë, të vynë shumë kohë. Nuk mund është ti, për shembull, pi marrë një pikturë edhe pi boj sot, tash për tash. Dhe më thonë, është puna inspirimit. Deri sot vjen. Edhe në qatë moment, ti, prej qati momenti atër, shpesh e ceki thonë artistat, kur nisin me punu, moj me thonë që dalin si në dimenzion tjetër. Do thotë për mi punu një punim original, të duhet edhe kohë, edhe dëshirë, edhe çdo gjë tjetër. Edhe krejt qatë emocion, ti kemi paraqit në punime. Më varet tash, ti je i disponum, je i pa disponum, si që është koha sodit, nuk mundesh më konë çdo herë ti i përgatitën për një pikturë, po në momentin që nisë mi punu një punim, e falë krejt atë dëshirën tonë, idetë tuja kreative, një pjesë e jetës tonë. Punoj edhe në letër, po kryesisht në kanvas. Kom punu me ngjyra të vojt, si secili piktor, po tash po punoj me akril. Me ngjyra akril, janë ngjyra plasticume, edhe janë me kvalitet shumë të mirë. Është afatgjate? Afatgjate, po, kuptohet, afatgjate janë. Me në letër punohet me ngjyra akuarel, edhe ato punime dalin shumë të mira, shumë bukura, mirë po, këto janë ma afatgjate. Po kështu, vjelet po du me vetë, për shakën Gjako, a këni po në herë në ekspozit për me mojtë dikush më orë po përveç ateljes kërë këtu, me orë dikush më t'i po për shakën t'i pikturë të duhet? Po, une kam shumë ekspozita vetanake, po kam edhe ekspozita kolektive. Pos këtyne, kam marrë pjesë edhe në ekspozitën Shqipni, në Turqi, ekspozita kom pas përbashkët edhe në Prishtinë, Prizren, plus kom marrë pjesë edhe në për koloni të artit. Koloni e dini çka është, janë mbledhen disa piktorë, edhe është një qëllim i përbashkët, edhe punojmë aty. Caktohet një temë edhe punojmë. Po përkro. Në fillim përkrojnë e kom pas prej prindve, normal. Dhe na si çdo fëmijë, po. Po, mande bashkëshorti, më ndihmon shumë, plus se kam kritik të artit. Nëse gëzoj me përshëndet. Përshëndet, po. Faleminderit. Edhe ai mi
kornizon pikturat, m'jep ide, po mas shumë tim e kom kritik. Edhe për mirë edhe për keq, kështu? Sani ma e mirë është ajë. Sani ma e mirë që ashtu. Po. Edhe i pranoj normal se ka synin e artistit. Unë kam shumë shok që janë atë kritik. Ka kritik letror, ka kritik. Po. Është sani ma e mirë që është dikush kur ta thot kritiken, si pozitive, si negative, do me pranoj. Shumë mirë, po, mu pëlqejnë këto. Është i mirë. Po. Ai ta dën të mirën. Unë çfarë kuptoj. Po. Edhe unë. Rritë unë përshoh këtu shumë piktura të ndryshme. Po. Këto i ke bo për treg, i ke bo jetu përgatit diçka për nëj ekspozit diçka? Mas një kohë kemi me shku, më kanë thirrë në Turqi, në një ekspozit të përbashkët. Jemi përzgjedh 3 prej Kosovës. Po, unë këto kështu, nuk ka që jam përgatit enkas për atë ekspozit, po mu, si që është thash, më vjen një inspirimi, nashta edhe në gjumë, edhe që ona e bëj skicën, edhe vina atele, edhe punoj me qef. Po, mundet me kalu një kohë e gjatë pa punu kur gjo, derisa Vjen inspirimi. Derisa, po, nuk mundet një piktor. Unë thash, veç ata që kopjojnë mujnë me punu të në kohën, na që jemi artista, që janë pikturat originale, nuk mundesh me punu ton kohën, do më thonë, vish me prodhu. Për shka është ma shumë interesum, për shembull këtë rast, nëse këtë dojmë qëjë klienti, ose të interesuarit, Po. Ma tepër për portrete, për figura, për shembull, kontore, Po. apo për figura që veç artistit i mirëzu. Po. Për shka e ma tepër? Klientat e mi tash muj mi qujt, se me të vërtet sa o hap kjo atele, kom fitu shumë klienta. Nuk ka vendën botë, muj me thonë, veçën nashta Zeland 3 nuk ka piktur. Ta me në kretë botën janë pikturat e mija. Kush ka ardhë këtu. Po dhe që kanë shku, i kanë pa punimet të këta klientat e mi edhe më porosisin. Janë qëto rjetet sociale në përmjet rjeteve, më punoj. Kryesisht, klientat e mi e kanë gjetë vetën të punimet e mija. Se ka motive shumë prekse, janë motive tona, mundet mi gjithë nonën e vetë, gruën e vetë, motrën, janë me veshje, me krajinave të ndryshme, që i kom bo bashku në këto, në këtë atelen. Kështu që atje gjithë shka kanë. Po që të pjesë që është shumë e prekshme për ata, nuk e kanë, edhe që to e marrin me veti. Po shë mirë disha se kudo që shkujnë shqiptare, ku të sejnë ato, s'poku që atë vizitat mija edhe në për shtetë ndryshme, nuk ka shtëpi që me ka ka një simbol. Po pra. Do është të dikush me një piktur, do është të dikush me një instrument, me një veshje, me një diçka. Po, një element vogël, po. Identifiku që është një shqiptar. Rritur në qadoshur që sa do pak drejtëmi, i këshim do piktura këta këta, nëse më nëse do diçka do të më nga tregur do t'yne për shemë qka paraqet në disa pisho, do shta nuk e kuptoj botën mirë pikturit, për shemë qa këtë do shta shta me parasit për mes sore se diçka. E ma vënd, do të me këshirë që shpëvan. Po. Aty, gjatë emisionet. Me knaqësi. Punimet e mija lexohen shumë lehtë, pse janë portrete familjare, për shembull. Shumica janë portrete familjare. Gruan e kam si muzë, do të thonë i jap shumë rëndësi. Edhe ngjyra e kuqe, normal na simbolizon neve, edhe kam shku pak kështu, sidomos mas luftës, më kanë bo shumë përshtypje, edhe se kom ditë që bashkë kështu patriote, kaq patriote e madhe, nuk e kom ditë vetë, me të vërtet se kom ditë, s'di që shumë ka ardhë. Kjo se përpara kom punu kretë ma ndryshe, pas luftës,
mu ka ngjall një patriotizëm shumë i madh dhe më pëlqen shumë, po pisho që ju pëlqen edhe klientave të mi që thatë ju, e paraqes në fakt familjen, po gruan, burrat, ftyrat nuk ju paraqes, si që shpishini edhe jo, se të ftyrat nuk du mi personalizu kërkon, se cili e gjen vetën e vetë, edhe këtu të qafën që e kom bot gjatë, e paraqes një pasuni kombëtare tonën, që e kemi shumë të pasun, do të thotë motivet tona, motivet vjetra, edhe jëm fokusu të veshjet hasjane. Të vetmit janë, ose rajoni muj me thoni vetëm, që ende i kanë ato veshjet. Edhe mu më ka bo për shtypje shumë, edhe i vendosi që ato elemente në se cilin piktur. Do më thonë, pikturat e mia janë stilizuse, janë dekorative. Du mi vequ prej tjerave. Kom këtu gjubletën, që kanë dasht me na marë, po për fat të mirë, nuk na kanë marë, edhe e kom paraqit, edhe këtu punoj me teknika të ndryshme, pos akrilikut, punoj edhe me teknika të ndryshme, kom qef me eksperimentu, si me ngjyra, si me teknika, më pëlqejnë edhe më pëlqejnë qysh realizohen, që edhe këtu ku i kemi quhet të mbesat e mia, 2 të parat, se i kom 5, tash këto 2 të parat edhe faleminderit shumë. Prej që i kom dasht shumë, edhe jom mundu mi paraqit si në këto punimet, dhe më thonë qafën e gjatë, pasuni më të madhe nuk ka. Edhe për qatë arsy i kom paraqit në këtë formë. Më nësy një piktur tjetër, kjo për shembull, Po. Tringjyrshe, kuq, zi, bardh. Kuq, zi, bardh, po. Po, qëto janë ngjyrat tona. Flamuri kuq e zi, jam mundu mi stilizu, po janë është formë tekstur, edhe ajo është formë dekorative. Shpeshem se kur vret që kur i këputit ndoj krashi punjes, ndoj... Po që aty është, krejt. S'ka lidhje që janë këput. Krejt jemi bashk. Si qysh kemi qef me qenë krejt shqiptaria bashk, edhe aty i kom përmbledh. Edhe pse janë të këputne, do më thonë nuk kuxojmë mundo. Na mundohemi me qësi format, artit, mi përmbledh, edhe me qenë zbashku. Për shëllë një pikturë këtu, si kuna përshtypja po më krijon si është veshja gjakovare, ose Shqipëris, gjason Shqipëris mesme. Bravo, qashtu. Është e Shqipëris. Thash edhe njëherë, më pëlqejnë këto stilizimet. Veshje ma të bukur se kjo nuk ka. Kur e dim që ma në të veshjeve, jemi njerëzit ma të pasun. Po një rreth, një krahin, mas paku i ka 5-6 veshje. Sidomos edhe njerë për të cekik të hasit, i kanë kërru janë fëmi vajzat, të më thonë, ma të rejat, pa martumet, të fejumet, të martumet, kur mbesin, për shembull, pa bashkëshortin, kur janë ma të vjetra, për ahengje të ndryshme, i kanë lloje të ndryshme. Kemi pasuni shumë të madhe. Për çatë arsye mundona mi... Të cekit të gjubleta, nëse nuk gaboj edhe gjubleta, përveç që është komplet e zeza, e ka disa ngjyra, mesin e tyre, që ka për shembull ki ngjyrë të bardhë, ki ngjyrë të kuqe, ki ngjyrë, nëse nuk gaboj edhe një ngjysh, mund me konë ngjyrë këtë e zezë ose një ngjyrë tjetër. Nëse nuk gaboj, edhe ato e simbolizojnë kur është mosh, kur është nuse ose kur është vajzë. Po, për këtë arsye edhe e ceka, është pasunia jonë kombëtare. Pa këto, na nuk ishim me qenë kaq të lashtë. Si popull i vjetër. Do më thonë, na ma të këtyne traditave tona, zakoneve, veshjeve,
tregojmë edhe kush jemi. Nuk duhemi na mu modernizu kaq shumë e këto milion orë. Sa mi harru. Sa mi harru. Po ka shumë. Mirë po na me anë këtyne na identifikohemi kush jemi. Për çet arsye nuk duhet unë spaku mundona me anë të artit me tregu kush jemi, kush kemi qenë edhe kush jemi. Më boni përshtypje kjo këtu. Kjo përveç që është me ngjyra, është të punuar sigurisht edhe me kësi material. Po. Është si formë reliefi. Kjo quhet tekstur, si formë reliefi e kom paraqit një figurë kombëtare, një malsor, figurë kombëtare, mirë po edhe kjo është me këtë veshjen, që është edhe kjo e stilizume. Do të thonë, është me fustanell. Po, fustanell. Te vetë pamja, po shihet që është shumë krenar. Shumë krenar. E ma krenar edhe unë që kom punu. Është një pamje diçka e mahnitshme. Po ta them drejtën, komplimente, sepse është për një me e bukur. E shoni, me thonë një gjyshe, dhe zë këtë me thonë? Një gjyshe, një nuse, një nan, se cila e gjenë vetën e vetë. Se cila e gjenë. Dhe me thonë, kjo pjesa e flokëve, kjo pjesa e shallit, kretë këto format të luleve, dhe me thonë, është jeta e kësaj zonje. Jeta e nanës tonë, për shembull, e gjysheve tona. Këtë jetën, shka kanë hekë, për shembull, gjatë jetës vetë, unë i kom paraqit me këto lloje të çtyne motiveve. Jeta është e bukur nëse din ti mi jetu, nëse din mi përzgjedh mirën të keqen, se jeta ka dhe të mira dhe të këqija. Do të thonë, ti duhesh mos më dorëzu. Kjo është unë për veti, tash e quj si Mona Lisa shqiptare. Megjithse Mona Lisa shqiptare është motra tone e Kolidromenos në Shkodër, po për mu e kom paraqit një shqiptare, prap me këto elemente kostume, elemente dekorative, edhe është në lëvizje. Kjo pjesa poshtë, është si tekstur, jënë rënjët tona. Në thotë, na nuk guxojmë me u largu prej rënjëve tona, edhe mos mi haru. Pra, kjo pjesa e kuqe e simbolizon gjakun. Në kërë shikova për herë, po ta përshtyp në thashë sigur kërë është një djep, edhe duke kënduar një null ose një diçka e ngjashme, kjo pjesa poshtë. Ajo po vret që është një nuse. Do më thonë, më varet qysh e percepton syni i çdo kujt. Syni është i lidhën me tru, normal që qysh e percepton secili njeri, e shë ndryshe. Që hera por, asnjëherë se kom për shembull për djep. Edhe kjo po më duket interesant. Nëse po flasëm në perceptimin. Po. Ju e keni bo vetë. Po nëse merë shqeqon prej slorë, kështu pak ma në distancë, po vrej s'kon është aje pjesa e sipërme e djepit. Po. Durt, i kod vendosi kënë kërë është toje për kundit, nuk e di, mu ma alla atë përshtypje. Po dhe po se është avantgard, është si në ekspresionizëm. Keni marrë elemente origjinale, faktikisht. Po këto janë prej shtëpisë vjetër të bashkëshortit, edhe kjo dorza, edhe ato pjesë. Edhe janë vendosi elemente, prap, piqoj dekorative. Nuk kom por kësi kombinimi. Ka thonë drejtën unë ju. Po. Ky punim që jam të punu për momentin është portret familjar. Kjo ka me shku jashtë, për në Gjermani është. Ngjyrat në bazë të shtëpisë që shikan, edhe e kom menu, për që atë arsye është, jam thellun këto ngjyra. Burri, gruaja, edhe 3 djem e një vajzë. Si familje tipike shqiptare, plisin të secili portret e vrejta. E vendosi, nuk e lo pa plis, se është plisi jonë, edhe që na simbolizon, edhe të këto gratë,
te vajza edhe te nana, dhe më thonë janë këto elementet që i vendosit e secili punim. Identifikohen shumë thjesht pikturat e mia. Edhe nëse se shënoj emnin, dallohen që janë pikturat mia. Mundesh tash që ceko më herë te kombinimi ngjyrave, te çysh vjen puna për shkak të kombinimi ngjyrave. Se s'po ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë ato. Po. Tash çka ti mundesh diçka më bë? Pak sa për ilustrim të emisionit. Po, muj pak me ju tregu. Për shembull janë normal që secila pjesë është dekorative, edhe zakonisht punohet me ngjyrë të arit për mi paraqit sa ma të bukura. Vendoset ngjyra edhe kombinimet, kontrastet. Nuk ka punim pa kontraste dhe pa harmoni të ngjyrave. E këtu të veshjet janë theksohen kombinimet edhe kontrastet, janë jashtëzakonisht të bukura në kostumet tona shqiptare. Të lloj xhamadoni sigurisht? Po, xhamadoni. Këto janë si të femnave si të mashkujve. Kanë koloritet. E kanë koloritetin jashtëzakonisht të bukur. Kështu që edhe më inspirojnë shumë edhe më kanë inspiru ton kohën. Për mu theksu tash këto, pjesë patjetër duhet pakës hije. Ku format theksohen. Patjetër duhet mi pas këtë drithijen për theksim të formave. Edhe qëto janë ngjyrat koloriti që dominojnë të pikturat e mia. Xhamadoni, Po, çdo herë ka dominu ngjyra e kuqe. e kuqja, Është po. zezë e kuqja, Po. ndoshta ngjyra verë. Po, Kombinime, Po. diçka po sidomos e kuqja e është ajo kuqja, e kuqja dominon. Po. Ata është ngjyrë që Po, na si kemi këto që i kom në përshfondem, dominon ngjyra kuqe edhe normale e zeza. Ky është kombinimi, kontrasti më i bukur i këtyne punimeve. këtë zonës së veriut, nëse ose matjan. Po, kjo për shembull që ky punim është me vija në fytyrë. Përpara i kanë punu nuset, edhe ajo zonë që i ka pikturu fytyrat e nuseve, kjo teknik është quajt teleisje, se ka punu me tel. Me tel. Është një formë, teli vendoset në ngjyrë edhe ton kohën fotografon. Po nuk ka mujt se cila mi punuar. Përdor kjo shprehje e kish teleis. E teleis, po. Zakonisht gratë e Po. vjetra kanë përdorur e kish teleis. Po tashti zanafilla është kjo. Tel është teleis, domethënë është zbukuru me tel. Tel është një tel kështu i rrumbullakt edhe një formë si kështu horizontale, është vendosur në ngjyrë, në ato pigmente që janë përdor, edhe është zbukuru ose tjetërsu fytyra e nusës. Unë peshoh që është një diçka që përveç se ki njohuri edhe rreth veshjeve. Kontore po flas. Për shkak se çdo bisedës, peshoh që edhe në pikturë ke çiti e ke paraqitur për shembull çështë çka më herët veshjen e Shqipërisë mesme ose kjo për shembull ver. Ai ki njohuri rreth veshjeve apo po tash tu punu edhe i shoh, edhe më intereson historia shumë, normal edhe më pëlqen. Për këtë arsye, po më e mira e kësaj është se unë i kombinoj. Du me qenë krejt jo mundo e Shqipërisë, e Kosovës, e Gjakovës, e Prizrenit, po në shumicën e punimeve i bashkoj. Çdo herë kom qef me qenë bashkë. Nëse shkon në për festivalet ndryshme që po mbahen mbarkombëtare, si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, e gjithë aty mosh me po edhe veshje ndryshme, por nëse merre i këshyr me një sy pak artistit,
e vërejnë që 90% kanë ngjashmëri njëra me tjetrën. Po. Kanë elemente dikush më të theksuar, për shembull, qysh se ke të veshja hasione më herët, për shembull, ona me veçës kanë shumë koloritet, jashtëzakonisht shumë. Medvegja është i vetmi rajon që ende e mon atë pjesën si që Me është tufa, me tufa. Me tufa që është pa te Teodora për shembull, gruaja e Justinianit. A është origjinal e Medvegjës ajo? Po, i tash ajo është e shqiptarëve. Ajo është e shqiptarëve. Domethënë i vetmi rajon që e trashëgon si parës që thash Hasi që është rajon që ende i mon këto traditat, si tradita në veshje. Po edhe ata i kom pa me ato tufa që po thoni është e kom pa edhe te Justiniani, te gruaja e Justiniani, te Teodora. Është një diçka të thash edhe më herët se na sinqerisht kemi veshjen më të mirë në botë. Jo që na duket neve. Pa kemi më të posën është edhe më e mirë në botë, por shkak se mund ka më rastisht me shkuna për festivale ndryshme edhe jashtë Kosovës. Kom qenë për Turqi, kom qenë për shtetin të Suedi, në vende tjera ku kena pas festivale ndryshme, për shembull të shtetit ndryshme, po jenë mojtë këtu në Kosovë. Po. Edhe kena po për shembull veshje sa ka dallim veshja e jonë me veshje të tjera. Po. Veshja çka ka shqiptar. Nëse morëm i llogaritëm, i kshyrëm në viset ndryshme, që se me Medvegja, Hasi, ona Jugu, Veriu, Drenica, ona Dugaxhini, Lapusha, Rogova, e shumë tjera, dallojnë, po cilin ta marrësh ta shiqesh thu, kjo është më e bukur se ajo tjetra. Më ka thënë se kjo më e bukur se tjetra, nuk mund të dhoni not. Nuk mundesh mi dallu, se secili rajon e ka bukurinë e vet. Edhe normal që në secilin rajon dallohen. Për shembull, ata të Rrogovës i kanë atë pjesën bardhëzi, që është jashtëzakonisht e bukur, edhe është shumë e vështirë mu punu. Ato gratë janë artiste jashtëzakonisht mira. Edhe estetikisht edhe me saktësi të madhe. Domethënë nuk ka që hajt veç sunën ashta këtu i pikturoj mundet me lujt pak dora, po të ato kanë precizitet jashtëzakonisht të madh. Që aty është edhe bukuria e artit në punimet e tyre. Rrethi i Gjakovës, vetë në Gjakov i kanë ato dallamat. Po ajo veshje më të bukur nuk di që ka. Pra ta thash që kur e merri kështu veshje është në mbretnore. E merri kështu thu kjo më e mira. Kur e kështu tjetër po kjo edhe më e bukur. Kjo edhe më e bukur se tjetër. Po. Pra ta na kemi një pasuri të jashtëzakonshme për shembull, sidomos me traditën. Kom dasht këtë bukuri mi paraqiten pikturat e mia. Edhe edhe mi inspiru edhe tjertë që mu marr me art. Nëse nuk mirën me pikturë, vendosi për shembull në dizajnin veshje, një element. Për shembull një fustanizi, një jelek i arrit, ose një kullon, ose këto në kokë që i vendosin. Domethënë një element modern, tasfes, dikush që thotë tasfes për marrë me tradicionalen, pse jo? Violet, na e kem do minutazhat të kufizum kështu. Më di që për me bisedu rreth kësaj teme ka shumë, pas mi që ka me bisedu. Se përveç që qenë keni piktore e mirë, përveç që jeni edhe një fanatike shqiptare e fortë që shtu. Për shkak se për shkak çdo pikturë keni element interesante, keni paraqit veshje, keni paraqit çdo se ma shqiptare çka është. Unë nëse nuk i di çka më thon për fund ose një mesazh për fund, më mirë. Ama një mesazh të mirë për të rinjt. Po. Ju falenderoj që keni ardhur. Mesazhi im është veç në të mirën, parës që e thash. Veç po e përsëriti, në të mirën rinia, mos të harojnë kush jemi, kush kemi qenë, ata që kanë luftu për sot me qenë këta që janë, dhe traditën mos të harojnë. Mos të harojnë kush janë. Mos të harojnë prind, gjyshat, stërgjyshat, kush kanë qenë, edhe tokën qëtu, në të kthehen prej kajt, ku kanë shku, në të kthehen këtu. Se edhe këtu ka e kanë gjakun e prindve të vetë. Unë çdo vend ku po shkojnë për misione, çdo kush më jep një mesazh më intereson se tjetri.
ku ka mesazh më të mirë se kur bën thirrje për me nejt në tokën e vet, për me punu për tokën e vet, për me tregu kushtim, për me rujt një tradit, një kulturë, ruhet fal traditës, kulturës, veshjes, gjuhës. Jo bos tash pa kesh kuptime veshjeve që i kanë krejt bota, se është normale e punë, po na identifikohemi si popull përmes tyne. Pro t'i rujmë me fanatizëm, është mesazh tepër i mirë, besoj që e kuptojnë edhe ata që na dëgjojnë, e di që është një emision shumë i shikuar. Më në sfidë një pikturë diçka pak më interesante. Më na tregu diçka se unë thash, nuk jam shumë i njohur rreth tyne, e kam qef me ditë unë. Kur kam qef unë, sigurisht kanë qef edhe publiku tjerë. Kjo pikturë, se secila pikturë ka emrin e vet. Kjo pikturë është Rozofa, e kom quajt Rozofa, se është nuk është e përfundume, siç po vrehet, jam tu punu, po edhe te ky punim më merr shumë kohë se do mi punu ashtu qysh e ka edhe historinë. Rozofa ka një histori shumë të lashtë, edhe është shumë interesante edhe shumë prekse. Është një nanë që shka është në gjendje me bo për fëmijën e vet, për familjen e vet, mu sakrifiku. Si të secili punim, edhe te Rozofa e kom paraqit gruan, një nanë, ma konkretisht, që sakrifikohet edhe është sakrifiku, do më thonë, në histori. Unë në emën televizionit të TV-s dhe në emën tim personal, sinqerisht falenderoj shumë. E di që thash kem shumë gjithçka me bisedu. Inshallah nuk është emisioni i fundit, po kemi edhe emisione tjera ku kena mu taku në ndonjë ekspozit ndryshme me karaktere prap kombëtare. Prap na ftoni, na do të vim prap atje. Unë falenderoj për kohën edhe për pritjen, për gjithçka. Edhe ju që keni ardhur sot në Gjakov, edhe në ateljen time mi vizitu pikturat e mia që besoj që ju kanë lënë mbresa dhe juve. Shumë, për mu shumë, besoj edhe publikut.